Sipas dëshmive arkivore, doktori pediatër Bajram Kadria kishte qenë një nga figurat kyçe në koordinimin ndërmjet stafit mjekësor dhe strukturave tjera ushtarake. Ai kishte siguruar që zinxhiri i ndihmës nga fronti deri në shtrat të funksiononte pa ndërprerje. Do ditë pothuajse udhëtojsha deri në fshatin Njerëznis, nga fshati im, për të ndihmuar popullatën e tërë rrethinës së komunës së Deçanit, për arsye se aty jo vetëm që filloi fronti në fshatin Prejlep, po më vonë filloi edhe në Deçan dhe krejt tërë popullata e komunës së Deçanit në një kohë u gjend në fshatin Njerëznis. Dhe ndihej një nevojë e madhe që t'i jepej ndihmë popullatës, fëmijëve, të pleqëve dhe gjithë atyre të tjerëve, njëkohësisht edhe pa anash ndihmën edhe luftetarëve të lirisë. Ishte një marrëveshje me spitalin dhe me koordinatorët e atëhershëm të shëndetësisë që të koordinojmë punët. Disa kolegë të lëmive kirurgjike u përqendruan në spital për përkujdesje sekondare, për intervenime të rasteve të rënda, ndërsa unë u përcaktova në përkujdesin primare, edhe pse ishta pediatër, duke mos lënë anash për përkujdesjet e të gjitha moshat e popullatës, që në atë kohë në kushtet të vështira duke ikur nga trysnia madhe, nga lufta, gra, pleq, fëmijë, lodhur, gjithë ata u vendosen në një vend pak më të qetë të quajtur atëherë pranë fshatit Njerëznis.